Përshëndetje të dashur Krejper, uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju. E shikoj në përgjithësi letra që kjo javë të çon drejt të qartësisë dhe një lloj ndriçimi pas një periudhe reflektimi. Ka frymë apo energji dhe rikthim në veten e vërtet, pa frikë nga e kaluara. Spirit guide, që do të thotë udhërëfyes shpirtëror apo spiritual, tregon se po hyn në një moment të zgjuarje, ta them ashtu, në moment të zgjuarje dhe reflektim të thellë. Diçka që ka ndodhur së fundmi të ka detyruar të mendosh më qartë për drejtimin tënd. Është koha të dashura Krejper për përgjegjësi dhe pjekuri mendore. Jo për të kërkuar fajtor, po për të kuptuar çfarë mund të bësh ndryshe tani. 6 të ujit të dashur tregon rikthim të diçkaje të bukur. Kogja e bukur, shikoni sa bukur i mbush këto kupa, ky burim këtu. Dhe të gjitha janë plot. Pleasure, kënaqësi, i jep vetë letra të dashur. Një ndjenjë ngrohtë, një kujtim ose një kontakt që të sjell gëzim. Kjo letë të kujton që nuk ke pse ta mbash gjithmonë zemrën në mbrojtje. Lejoje vetëm të ndjesh kënaqësinë në gjëra të vogla, qoftë përmes njerëzve, kujtimeve apo momenteve të qeta. Dhe të dashur Krejper, dielli që nuk e di për çfarë arsye, por që në lexime kështu të përgjithshme kur i bëj shumë pak apo shumë rrallë, shikoj, shumë rrallë na del. Kësaj radhe për ju, është një nga shenjat më pozitive të javës. Sjell sukses, qartësi dhe energji të re të dashura Krejper. Gjërat bëhen më të qarta, rezultatet më të prekshme dhe marrëdhëniet më të hapura. Kjo javë është për veprim të sigurt, komunikim të drejt për drejt dhe vendime që ndriçojnë rrugën përpara. Dhe nëna e ajrit përmbyll javën me kthjelltësi. Ajri janë mendime, është logjika, është intelekti. Ajo të kujton të mos harrosh disiplinën, të jesh i drejtë në komunikim, por edhe i prerë kur duhet, absolutisht. Kjo emocionet duhet të ndjekin logjikën këtë herë, jo të udhëheqësh. Analizo me kthjellësi çdo vendim të fundit, mos e bëj nga emocioni. Shfrytëzo këtë valë energjie për të përmbyllur punë apo marrëveshje apo çfarëdo që të jenë. Mbyll javën me komunikim të qartë dhe kufi të shëndetshëm. Në thelb të dashura Krejper, kjo javë është për qartësi, rikthim të dritës dhe forcimit të vetë kontrollit mendor. Ti e di çfarë do dhe si ta arrish. Tani është thjesht duhet të veprosh pa frikë dhe me kthjellësi absolute. Kënaqësi, dielli dhe një udhërfyes shpirtëror në javën e juaj që filluam sot. Do thotë shfrytëzojeni këtë energji të dashur Krejper.